Cilat janë 3 sfidat që mund të ketë biznesi shqiptar në Kanada? Mos njohja e sistemit ligjor, mos njohja e sistemit tatimor të taksave, mos njohja e ambientit dhe mënyrës të bërit biznes, dhe gjithashtu edhe të mos paturit e një plani biznesit të cilin duhet të ndjekësh në mënyrën e duhur. Radhë e parë është ana financiare, në anë të dytë është përshtatja me tregun, dhe e treta janë burimet njerëzore. Cilat janë 3 mundësitë që i ofrohen bizneseve shqiptare në Kanada? 3 kryesore do të thoja një ambient të stabilizuar, financiar, ligjor, mënyrë të bërit biznes, një ambient i cili dhe një treg që është i hapur për çfarëdo lloj investimi dhe shërbimi që mund të ofrohet. Një, transparenca e tregut që ne kemi në Kanada. E dyta janë programet edhe ana financiare që shteti të ndihmon. Dhe pika e tretë domethënë që është më e rëndësishme është njohja nga ana ligjore dhe ana fiskale. 3 rekomandime që do jepnit për një biznes të ri në Kanada. Ndiq instinktin tënd, hulumto, kërko tregun për natyrën e biznesit të cilin ti do të hapësh, një tregun, dhe tjetra është krijo një plan biznesi të duhur në mënyrë që ta ndjekësh dhe të shkosh hap pas hapi, dhe shoqëroje veten tënde me njerëzit e duhur përreth. Hap biznesin që ti e ndjen veten më mirë në mënyrë që ta operosh atë biznes dhe të hajsh suksesin e duhur. Pjesa e dytë është pjesa e kërkimit që ne do t'i bëjmë tregut, si dhe shfrytëzoj të gjitha mundësitë që mund të t'i japë shteti kanadez nga ana financiare, domethënë në anën e kapitalit që ti mund të nisësh atë biznes. Sfidat e biznesit shqiptar, por edhe mundësitë që të ofron Kanadaja do të jenë tematika e ditës së sotme. Për këtë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio zonjën Mari Gleda Hodo, ekspert ekonomist. Faleminderit që je sot me ne. Faleminderit profesor. Dhe zotin Arjan Sultafa, përfaqësues i dhomës së tregtisë Kanada Shqipëri. Faleminderit që je me ne. Faleminderit dhe kënaqësi të jenë pjesë e emisionit tuaj. Para se të hymë në tematikën që duhet të diskutojmë sot, jam shumë kurioztare të di për ardhjen tuaj drejt Kanadas, emigrimin tuaj në Kanada. Sa kohë keni që jeni në Kanada dhe a ju është dashur që të ndryshoni drejtim të profesionit tuaj? Unë në Kanada kam ardhur 8 vite më përpara dhe në Shqipëri kam punuar si asistente kërkimore në universitetin që kam mbaruar shkollën, gjithashtu kam punuar dhe në zyrën e financës. Kur kam ardhur në Kanada, normalisht ambienti i ri në 2 vitet e para të duhet pak kohë që ti ta ambientohesh, të krijosh atë eksperiencën kanadeze. Pastaj arrin që ta gjesh veten në profesionin që ti ke. Unë normalisht kam mbaruar bank financën, si dhe jam specializuar, doktoraturën e kam mbaruar për taksat, dhe kjo më ka ndihmuar që unë të vazhdoj, domethënë profesionin tim përsëri, domethënë si financiere. Për ju, cili ka qenë rrugtimi juaj? Rrugtimi do të thojë ka qenë paka shumë i të njëjtit profil si dhe në Shqipëri, dhe këtu prej më shumë se 23-24 vjetësh po ushtroj profesionin në fushën e shërbimeve të emigracionit dhe përfaqësime gjithashtu edhe në gjyq në çështje të ndryshme si për sa i përket apele apo çështje të refugjatëve, dhe do të thoja që paka shumë tematika me cilat jam marrë atje ka qenë po e njëjtë me atë që ushtroj edhe tani këtu prej më shumë se 24 vjetësh. Dhe duke qenë se keni gati 23-24 vite, besoj se e njihni shumë mirë klimën e biznesit këtu, ose vështirësitë po them që hasin investitorët shqiptar. Sipas jush, cilat janë disa nga vështirësitë më të shumta që hasin investitorët shqiptar në Kanada? Është, do të them drejtën, është një pyetje me shumë vlerë, edhe është një pyetje e cila ka të bëj ose synon që të shqyrtohet në disa aspekte, në disa plane, dhe në qoftë se të klasifikoja vështirësitë që do të ketë secili individ për të hapur edhe për të filluar një biznes në Kanada, do ta trajtoja në pikpamjen së pari ligjore, njohja e legjislacionit dhe e kushteve legjislative, po themi ligjore, për të filluar një sipërmarrje të tillë, një biznes, po ashtu ka të bëjë me fushën fiskale dhe financiare për të pasur regjimin e taksave, por ka edhe më shumë se kaq, dhe do të thoja edhe situata e nevojave të tregut, situata e aftësive individuale që ka secili për të hulumtuar dhe për të parë atë hapësirë që ka në treg apo nevojë që ka një treg i caktuar dhe pastaj për të synuar dhe bërë diçka për
përmbushur atë me një produkt apo shërbim që është në kërkesë, dhe të gjitha këto janë, po themi, po ashtu është vështirësitë të tjera edhe mosnjoja e terrenit, përfshirë edhe terrenin gjeografik apo terrenin klimaterik në sensin sepse edhe këto janë faktorë në biznes për të përcaktuar natyrën e biznesit dhe ndikojnë në të themi në atë shitjet vjetore që një biznes mund të ketë, sepse ka biznese që ndikohen nga faktorët gjeografik, ka biznese që ndikohen nga faktorët klimaterik dhe gjitha kjo, po themi, është në një përmbledhje të asaj të vështirësive që një biznes mund të hasë fillimisht në Kanada për të qenë i suksesshëm dhe patjetër për të arritur në atë pikë që të jesh suksesshëm duhet patjetër që të bësh të themi hulumtimin e duhur paraprakisht për të përgatitur veten dhe për të njohur terrenin ligjor, financiar, tatimor, gjeografik të nevojave që ka biznesi në mënyrë që të përshtatësh dhe të arrish në pikën ku dëshiron të arrish. Duke qenë se femrat dhe meshkujt mendojnë ndryshe, do doja të dija edhe mendimin tuaj. Cilat janë vështirësitë që hasin investitorët sipas jush? Gjithashtu, kam të njëjtë mendim në lidhje me sfidën e parë që është orientimi në anën ligjore dhe në anën fiskale. Ndërsa sfida e dytë është ana e financimit. Kur vjen në Kanada dhe do të hapësh një biznes të ri, të duhet nuk është se ti e ke atë kapital që ta ndërtosh. Të duhet ana financiare, që i bie duhet të aplikosh për një kredi. Për të marrë një kredi në Kanada ti të duhet kesh një histori kredie që në shumë raste nuk e kemi të ndërtuar. Kjo është arsye që është mirë që bizneset e reja që vinë në Kanada të kenë një konsulencë me ekspertët e kontabilitetit në mënyrë që të japin një informacion se si mund të aplikojnë për këto kredi. Pjesa tjetër, një sfidë e tretë është janë ana e burimeve njerëzore. Çdo kompani që krijohet duhet që ta njohë mirë ligjet kur merr në punë një punonjës. Gjë kjo është një sfidë tjetër që shumë biznese aktualisht e hasin. Po flasim për vështirësitë, por nuk duaj që ta bëjmë kaq të zezë ose kaq gri të gjithë situatën, duaj që të ndalemi pak tek mundësitë që të ofron Kanadaja. Pra, çfarë mundësish kanë bizneset ose ata që mendojnë të investojnë në Kanada? Paraprakisht nëse më lejoni përpara se të dal tek mundësitë, do të doja përsëri tek po themi sfidat dhe vështirësitë dhe një nga qëllimet, po themi edhe të krijimit të kushteve të ambientit të duhur që del pastaj edhe tek mundësitë edhe që të ofron Kanadaja është edhe se si ti të arrish që ta zbusësh pak atë sfidë apo vështirësi që dikush has paraprakisht në të gjitha ato aspektet, në aspektet ligjore, në aspektet financiare, në aspektet e financimit të projektit të cilat do ta kanë në mendje të bëjnë, në aspektin siç ta u thamë më para edhe në aspektin e burimeve njerëzore për të gjetur njerëzit e duhur për të arritur atë që duhet. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja ku sonte jam si përfaqësues i dhomës së tregtisë Kanada-Shqipëri, që prej disa kohësh është krijuar dhoma e tregtisë Kanada-Shqipëri dhe më lejoni pak sekonda që të flas për të në mënyrë që sepse është e lidhur ngushtësisht me tematikën për cilën po bisedojmë. Atëherë unë kisha një pyetje në vazhdim, por duke qenë se ju ndalët këtu, po ju pyes tani. E dim që ka pak kohë që është krijuar dhoma e tregtisë Kanada-Shqipëri, por duam të dim se në cilën fazë jeni aktualisht? A ka biznese që janë ofruar, që janë regjistruar, sepse një nga problematikat që unë hasa në sistemin e Kanadas, po them, që ishte ndryshe nga Shqipëria, është fakti që ne nuk kemi të dhëna zyrtare për sa i përket regjistrimit të bizneseve. Madje këtu mësova që edhe regjistrimi i bizneseve është pak më ndryshe se ai që ndodh në Shqipëri. Çfarë mund na thoni më shumë? Po, dhe do të thoya në lidhje me dhomën e tregtisë Kanada-Shqipëri është relativisht e re, ose po të themi është shumë e re në krijesat e fillestare të saj. Prej pak kohësh është krijuar nga një board prej disa personash, po themi autoritar në fushën e biznesit dhe në fushën e sipërmarrjeve private, dhe është krijuar dhoma e tregtisë Kanada-Shqipëri. Dhe pikërisht qëllimi i kësaj dhome ka qenë dhe do dalë më pas edhe tek ajo mënyra e regjistrimit bizneseve dhe themi statistikave të numrit të bizneseve, por qëllimi fillestar i krijimit të kësaj dhome tregtie ka qenë pikërisht informacioni. Ato që ne e tham paraprakisht si një vështirësi, si një sfidë që dikush has, ka qenë informacioni paraprakisht për dhënien e biznesit, për dhënien e informacionit të duhur të individëve, si ato që janë aktualisht në Kanada dhe si ato që synojnë të vinë
dhe duan të investojnë dhe të hapin një biznes në Kanada, por po ashtu siç e tha edhe Margleta më përpara, është edhe lidhja e këtyre me personat e duhur, sepse asgjë nuk mund të bëhet vetëm. Çdo gjë do të dojë të themi atë networkun profesional të duhur, siç është financieri, siç është bankeri për të aplikuar për kredi apo për të tjera për të hapur llogari bankare, siç është po themi landlord për të marrë një ambient me qira, siç është real estate për të marrë me proceset e mbarjes së ambienteve me qira, dhe gjitha këto do të jetë po themi synimi i dhomës tregtisë për ta lehtësuar këtë aspekt. Po ashtu do të jetë edhe networking, komunikimi i të gjitha bizneseve me njëri tjetrin. Dhe ky komunikim do të bëjë atë që do të themi krijon një bashkim intelektual të inteligjencës dhe të aftësisë për të bërë biznes, por edhe një bashkim të kapitaleve që pse jo më vonë, ky bashkim i tillë do të arrijë të realizojë edhe projekte shumë më të mëdha. Një nga po themi qëllimet e tjera do të jetë po ashtu edhe po themi ngritja e një niveli të njohjes ose të recognition për të njohjes e biznesit në ambientin e Ontario apo në Kanada në përgjithësi, në nivelet më të larta të provincës apo të qeverisë federale, duke pasur mundësinë e një lobimi të fuqishëm, të suksesshëm për të arritur dhe hapur dyert në nivele në aspektin e biznesit dhe mbase edhe më shumë në nivelet më të larta të asaj. Kështu që tjetër po themi çfarë mund të mendoj tani në lidhje me dhomën e tregtisë është edhe një dua dhe regjistrimin, pra dua një numër fiks që të kemi sa është kapital shqiptar, sa vjen prej Shqipërisë, sa prej Kosovë, Mali të Zi, Maqedonisë së Veriut e të tjera. Pra duam të kemi shqipra zyrtare, a do t'i kemi këto? Kjo do të jetë shumë e vështirë për t'i patur dhe ne në aktivitetin e dhomës së tregtisë kemi planifikuar së shpejti të bëjmë një themi lançim zyrtar, hapjen zyrtare dhe formalizimin zyrtar në një aktivitet që do të organizohet në distriktin financiar në Toronto, dhe aty do të ketë pastaj edhe pjesëmarrje, regjistrime, do të ketë edhe bizneset e cilët do të duan bëhen pjesë e dhomës tregtisë, dhe në këtë mënyrë do të ketë edhe më shumë mundësira për të pasur numra të saktë të jo vetëm të ndarjes gjeografike nga Mali i Zi apo nga Kosova apo nga Shqipëria, por edhe të natyrave të bizneseve, kaq janë në këtë fushë, kaq do të jenë në atë fushë, dhe kjo do të krijojë një mundësi pastaj të mbledhjes po themi të gjithë këtyre bizneseve në një ombrell të përgjithshme, që do të krijojë edhe atë mundësi për të na dhënë edhe disa statistika. Dhe nuk është puna vetëm tek statistikat, por pastaj do të kemi edhe një bazë reference se për të gjithë shqiptarët që vinë si emigrant të rinj, do ta dinë se ku janë bizneset shqiptare dhe ku mund të drejtohen fillimisht për punë. Pra besoj që kjo nuk është vetëm çështje statistike, por është edhe çështje ndihmëse për shqiptarët e rinj që do emigrojnë drejt Kanadas. Patjetër, ashtu e shikoj edhe unë, sepse për çdo njeri të ri, domethënë do të jetë një diçka shumë e mirë dhe si në aspektin e biznesit, për ato që kanë synime apo kanë iniciativa si përmarrëse për të hapur biznese, do ta kenë si një pikë kontakti, informacioni, bashkëpunimi në të gjitha drejtimet, por gjithashtu do ta kenë edhe të rinjt që vinë, që nuk aspirojnë po themi në fushën e biznesit menjëherë, por aspirojnë në fushën e punësimit, që do të kenë mundësi që të trokasin në një derë të caktuar, dhe pse jo, dhoma e tregtisë në vetvete të bëhet edhe ajo dritarja që do të hapet për mundësi që do të krijohen për nevojat e human resources që u përmendën më përpara, për të gjetur punë apo për të gjetur vetveten në varësi të po themi profileve që secili ka. Marglida, cilat janë disa nga mundësitë që të ofron Kanadaja, pra ofron për bizneset Kanadaja? Okej, shteti kanadez ofron programe dhe grante për tërë bizneset e reja, për bizneset e reja që mund të jenë startup, për bizneset e teknologjisë, për bizneset e kërkimit, por këto janë mundësi që ne duhet që t'i kërkojmë. Në shumë raste, domethënë, bizneset e startup që vinë nuk harin, domethënë, nuk i din programet e reja që janë. Kjo vjen për arsye se ata duhet që të marrë një konsulencë nga një person që është i aftë, t'ua shpjegoj se si nis aplikimi dhe çfarë duhet ata domethënë të japin shtetit në mënyrë që ta marrin këtë grant. Ka shumë programe siç është kanë eksport, që janë domethënë programe për tërë bizneset, qoftë shqiptaro-kanadeze që duan të zgjerohen jashtë Kanadas, që shteti i jep pothuajse 50% të
shpenzimeve, ja mbulon 50% të shpenzimeve, është programi Shred, që është përsëri domethënë për persona domethënë që kanë një biznes dhe merren me pjesën kërkimore, shteti i rimburson, pastaj janë dhe grante domethënë për startup business që janë bizneset e reja. Por gjithashtu ka edhe grante të tjera që janë për studentët që duan të hapin një punë sezonale. Këto janë mundësi domethënë që shteti të ofron. Si e shikoni kontrastin mes vështirësive ligjore, po them, ose mosnjohjes që vjen, sepse nuk besoj se ka vështirësi ligjore, se në çdo vend që të jesh ti duhet të zbatosh ato ligje të vendit që je. Po i shuajmë mes rregullave ligjor, mes vështirësive financiare që ka një individ që do të investojë në Kanada dhe mes mundësive që të ofron Kanadaja vetë si vend. Unë do të thoja që ambienti i biznesit në Kanada është shumë inkurajues dhe ka mundësira për të arritur atë që dëshiron të arrish. Në këtë raste patjetër ajo, po themi, instinkti personal i çdo individi vlen në sensin e asaj që për të së pari identifikuar natyrën e biznesit dhe për ta gjetur veten aty ku duhet, në çfarë natyrë biznesi do të përfshihen dhe pastaj për të avancuar atë më tej. Por se si ndikon, po themi, ambienti i biznesit në Kanada është, do të thoja, do ta klasifikoja në mënyrë shumë pozitive dhe ka një sistem të themi biznesi financiar dhe në të gjitha aspektet tatimor shumë të konsoliduar dhe ashtu siç thatë edhe ju, është një çështje tani e të rrethuarit të vetes tënde me njerëzit të duhur në mënyrë që të marrësh këshilla të duhura, në mënyrën se si funksionon dhe se si duhen bërë gjërat, në mënyrë që të largohesh nga problemet që mund të krijohen më tej. Unë do të thoja që pjesa më e rëndësishme e të bërit biznes është që në mënyrë proaktive të veprosh dhe të gjesh rrugën e duhur, duke marrë patjetër këshillat e duhur dhe prandaj është ajo që thash edhe më parë që asgjë nuk mund bëhet vetëm dhe në këtë raste duke pasur njerëzit të duhur përreth, do të arrihet patjetër që të marrësh drejtimin e duhur. Por ambienti i përgjithshëm është pozitiv dhe është një ambient i stabilizuar, i konsoliduar me një treg që është i maturuar deri diku, por gjithashtu i etur për shërbime apo për produkte të tjera, të reja, të cilat janë aty dhe është thjesht çështje e dikujt që me instinktin e vet, me aftësinë e vet të identifikojë ato hapësira dhe pastaj të synojë të plotësojë. Si mund ta përmbledhim të gjithë këtë kontrast që tham nga pikpamja juaj? Pra, kontrasti mes ligjeve, vështirësive financiare që ke, mosnjohurive dhe mundësive që të ofron Kanadaja. Kanada normalisht kur e shikon sistemin nga jashtë, ka shumë vështirësi për arsye sepse ky është vendi që dhe takset i ka shumë më të larta në krahasim me vendet e tjera, por duhet të shikojmë dhe aspektin pozitiv, domethënë që është një vend që të ofron në momentin që ti kërkon të hapësh një biznes, në momentin që ti je i kualifikuar për atë biznes dhe mendon domethënë të hapësh business activity-n e duhur, atëherë domethënë shteti ta jep atë mundësinë që ti të vazhdosh, sepse ke grantet, ke programet që të ofrohen. Gjithashtu shteti domethënë për personat që janë të rinj edhe do të hapin këtë biznes, mund të përgatisin një business plan edhe të vend të aplikojnë, domethënë që është për një loan, që ose ata nuk mund të marrin të grantit, nuk mund të përfitojnë nga këto programet, ata mund të aplikojnë domethënë për loan nga shteti, në mënyrë që i marrin kur janë startup, i marrin domethënë dhe me interesa më të ulët, që ajo vjen domethënë është programi BDCs që i ndihmon. Por përsëri dhe për këtë do duhet domethënë që ata të bëjnë një kërkim të mirë se si mund të aplikojnë. Këto janë, por që është një vend që të ofron, atë dihet domethënë sepse shumë vete që kanë ardhur, kanë ecur domethënë edhe shqiptarët kanë goxha sukses domethënë dhe kanë arritur shumë sukses në bizneset që kanë hapur edhe që janë rritur. Edhe pse nuk kemi shifra zyrtare, por nga njohjet personale që kemi, në kaq kohë sa jeni në Kanada, është pyetje për të dy. Si shikoni, është në rritje apo në ulje numri i bizneseve të shqiptarëve? Është një pyetje faktikisht shumë interesante Antela dhe duke mos patur statistika reale, në kohë reale të kësaj, e bën akoma dhe më të vështirë dhënien përgjigje të saktë apo të plotë të kësaj pyetje, por unë do të thoja të paktën me njohuritë e mia dhe me atë se çfarë shikoj unë, patjetër që biznesi ka vështirësi dhe ajo që do të thoja edhe në pjesën e mëparshme që diskutuam është që
biznesi në Kanada bëhet me rregulla, është i strukturuar dhe mbase mënyra të bërit biznes mund të jetë edhe një nga vështirësitë që dikush nga jashtë, nga Shqipëria mund të hasë kur vjen këtu fillimisht, sepse ka të tjera rregulla, është i konsoliduar, është i strukturuar në mënyrën se si bëhet. Por të dalim të kthehem mbrapsht tek pyetja juaj, unë do të thoja që numri i bizneseve në Kanada është në progresion të drejtë me numrin e të ardhurve këtu. Do të thënë sa më shumë do të rritet popullsia, më shumë do të rriten dhe bizneset. Dhe është interesante që përgjithsisht ne kemi të themi një instinkt të tillë që nuk duam të rrim dhe duam të bëjmë diçka. Dhe është të them edhe ai instinkt që sapo vjen, unë kam parë edhe po themi në kohë reale kur vin sapo vin dhe marrin blen një trak, një kamion, blen furça dhe kova edhe menjëherë dalin dhe bëjnë ushtrojnë një aktivitet biznesi të themi duke dhe pastaj patjetër gjithçka e madhe fillon nga diçka e vogël. Por unë do të thoja që në mënyra se si e shikoj unë edhe se si e ndjej unë, patjetër që ka ardhur gjithmonë duke u rritur, por jo duke u rritur në një numër nominal fiktiv si numër, por edhe në mënyrë kualitative, në mënyrë cilësore, që bizneset janë tani në një stad tjetër. Shumë biznese shqiptare janë në një stad tjetër nga ajo e fillimeve të para që ishin shumë empirike me atë shembullin që thash, duke bler një furçë, një kovë, një makinë, edhe duke shkuar dhe duke lyer shpira. Kështu që jemi në një stad tjetër shumë më cilësor dhe pikërisht për të përgjigjur kësaj rritje cilësore është krijuar u pa e nevojshme që të krijohesh te dhoma e tregtisë Kanada-Shqipëri në mënyrë që të bëhet, po themi, çadra e përgjithshme e këtyre bizneseve cilësore për të avancuar edhe më tej dhe për të rritur patjetër ndikimin ekonomik dhe ndikimin politik në shoqëri. Dua ta shikojmë edhe në mesurin e një eksperti nga fusha e ekonomisë. Si e keni parë ju në kaq periudhë? Nëse do të marr eksperiencën time këto 5 vite në zyre e kontabilitetit, çdo ditë vin shqiptar të them, domethënë mos të vendos individual të tjerë, që vinë dhe hapin biznes. Në fillim nisin me një biznes si person fizik. Dhe pas 2-3 vjetësh që ata mund ta rimarrin veten, atë biznesin e konvertojnë në korporat. Por kjo në 5 vitet e fundit nuk është trefishuar, mund të them, nuk jo dyfishuar, por trefishuar, sepse edhe imigracioni në Kanada është rritur, gjë që ka sjellë domethënë që edhe korporatat janë rritur. Si mendoni, cilat janë bizneset më të suksesshme në diasporë? Janë ato që lidhen me identitetin kombëtar, që promovojnë Shqipërinë, Kosovën, Malinezinë, Maqedoninë e Veriut, si shikoni? Apo s'është e thënë që të lidhesh me identitetin kombëtar edhe do të kesh sukses? Do të thoja që do të përgjigjem në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrën të paktën se siç e mendoj, si e mendoj unë dhe si e shikoj unë. Dhe natyrshëm në të bërit biznes duhet patur parasysh edhe, po themi, ajo audienca apo klientela të cilën ju synoni të arrini me shërbimin që ofroni apo me produktin që ofroni. Dhe patjetër, për mendimin tim, të gjitha bizneset që kanë karakteristika etnike, kulturore, nacionale, janë më të vogla në mënyrën e përhapjes të ushtimit biznesit, sepse patjetër kufizohet edhe nga numri i popullsisë që i përket atij karakteristike të etnicitetit, të kulturës apo të kombit. Dhe kjo, për mendimin tim, përbën edhe është biznes, dhe nuk mund të them që nuk ekziston dhe nuk është i mirë, por është të kufizuar në një limit të caktuar, po themi, të klientelës, dhe që i përmbush ose që është në përputhje me këto karakteristika që thash, por gjithashtu për mendimin tim, si që shikoj unë, ka edhe rrezikun tjetër që ki parasysh që njerëzit vinë këtu, jetojnë për një periudhë gjatë, dhe synimi është gjithmonë integrimi këtu edhe, dhe më thënë, ato veçori që thash më përpara, që janë nacionale, kulturore, etnike, fillojnë edhe ngadal veniten me brezat e tjerë, të cilën mund të ndikoj pastaj edhe në mënyrën e nevojës që do të ketë tregu për atë biznes. Ju si e mendoni? Identiteti duhet të jetë thjesht një vlerë e shtuar, por është cilësia ajo që i jep biznesit fuqi për të ecur. Domethënë, nëse kemi cilësi plus një dhe
identitet, atëherë kemi një sukses. Si mendoni, cilat janë sektorët më potenciale dhe për të investuar, po them edhe si mund t'i zvoglojmë pengesat që... Si fillim, dihet domethënë që është inteligjenca artificiale, ajo që tash domethënë po bën boomin, edhe besoj domethënë edhe 5 vitet e ardhshme do të ketë. Atë është cyber security, që është përsëri domethënë dega tjetër, do të thosh edhe shëndeti publik. Nëse do të përmendim në cilat do të jetë mundësi që ne duhet të shikojmë domethënë në mënyrë që të ecim, duhet ne të bëjmë një research në lidhje me ambientin, me vendin që jemi dhe në bazë të asaj të arrijmë të krijojmë atë biznesin që na duhet, qoftë do të jetë këtu ose do të jetë në vendin. Ju si shikoni si sektorët më me potencial për të investuar edhe çfarë mund të bëjmë për këta sektor që të minimizojmë pengesat? Të them të drejtën, është vështirë për të dhënë receta se cilat janë sektorët më të përshtatshëm për të investuar, sepse nuk po japim receta, po thjesht me një studim të tregut edhe çfarë shohim. Edhe do të thoja që gjithçka varet nga, po themi, karakteristikat individuale të një personi, në mënyrën e formimit, të njohurive që ka për një fushë caktuar, në mënyrën e ekspozimit që ka patur një jetë në fushat caktuara, por edhe të instiktit që ka për të arritur të identifikojë, po themi, ato hapësira që janë në treg për nevoja, për shërbime apo produkte, edhe pastaj për t'i synuar dhe për t'i përmbushur ato. Por duke dalur tek pika më parshme që Marigleda përmendi, inteligjenca artificiale është tani ajo që po bën, po themi, ndryshimet më galopante në të gjitha fushat e ekonomisë. Dhe jo më larg se dje isha në një konferencë në lidhje me inteligjencën artificiale për sa i përket profesionit tim, por praktikisht kishte të ftuar dhe isha edhe i ftuar për sa i përket për të dhënë një prezantim në lidhje me inteligjencën artificiale në një fushë të caktuar specifike, por ne jemi në një fazë të inteligjencës artificiale që edhe nuk e dim se ku jemi dhe nuk e dim se ku do shkojë. Avancimi është aq i shpejt, aq i galopant, saqë mund të ndryshojë në mënyrë drastike, po themi, edhe mënyrën e të bërit të gjërave apo të arritjes gjërave, dhe në një mënyrë, më thënë, për shaka, dikush aty që i prezantoi edhe tha është që mundet që në një periudhë 5 vjeçare të kesh një fabrikë të madhe dhe të ketë vetëm një njeri edhe një qen. Edhe njeriu të jetë aty për t'i dhënë ushqim qenit dhe qeni të jetë aty për të mos lejuar njeriun që të preki makinat. Do të thënë, është një fushë që jo vetëm në vetvete, po zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë, saqë do jetë vështirë edhe për ne për të arritur të informohemi dhe të jemi në korrent, por ka potencialin për ndryshuar edhe shumë sfera të tjera të jetës. Dhe kjo do të sjellë pastaj edhe atë që aftësinë e gjithë secilit për të arritur dhe identifikuar nevojat. Kjo nuk do të thotë, edhe unë nuk jam në atë grupin e pesimistëve që inteligjenca artificiale do të nxjerrë pa punë. Jo, do të ndryshojë mënyrën e të bërit gjërave, do të ketë gjithmonë nevojë për të arritur për të bërë. Dhe kjo është aftësia tani e njerëzve dhe e gjithkujt për të ndryshuar, për të përshtatur dhe për të kapur ato hapësira që do të ekzistojnë në këtë treg dhe përmbushur ato. Për këtë mos jeni kaq i sigurt që nuk do të na zvendçojë, sepse një vend më pak e kemi në qeverinë Rama, sepse kemi ministrën Diellaj që kështu. Ajo normalisht ndihmon, domethënë, biznese që të punët që janë të vogla mos të përdori një person, por të vazhdojnë direkt me anën inteligjencën artificiale. Cilat janë gabimet më të mëdha që bëjnë investitorët shqiptar, po them? Nuk të themi që është thjesht gabim, është mos informim. Pjesa që normalisht për të bërë taksat në Kanada është një afat kohor. Dhe për arsye sepse nuk e ke atë informacion, sepse kur është afati kohor, shumë persona nuk arrin të falin taksat në kohë. Pjesa e dytë është tek ana e biznesit që kanë kur ata operojnë. Mund të marrë një person në punë, domethënë, por nuk arrin të bëjë një kontratë për atë punonjës që kanë marrë. Gjë që përsëri, domethënë, edhe kjo mund të themi, është një gabim i vogël. Por ky gabim i vogël mund të sjellë pasoja më të mëdha më vonë kur ai person ti kërkon që ta heqësh nga puna. Këto janë disa nga pikat që mund të themi që mund të jenë gabim.
Po ju si shihni, cilat janë gabimet e investitorëve shqiptar, po them në realitetin kanadez? Unë do të thoja patjetër që Marigleda e shikon dhe na i përmendi në mënyrë shumë të hollësishme dhe të duhur, po themi pjesën në anën financiare, por unë do ta përgjithësoja pak dhe nuk do të them vetëm gabimet e pjesës shqiptare, investitorëve shqiptar, sepse përgjithsisht të gjithë bëjnë gabime në biznes. Dhe unë do të thoja gabimet më themelore që dikush mund të bëjë në biznes është kjo. Biznesi është si një baby, si një fëmijë e vogël dhe don gjithmonë përkushtim, dedikim, kohë që të rish, që të mberesh me të edhe të arrisësh si fëmijë. Dhe unë do të thoja humbja e fokusit do të jetë është gabimi kryesor që bën shumë biznese të falimentojnë. Humbja e fokusit, humbja e përkushtimit ndaj asaj që ke filluar, por gjithashtu tjetra është, nëse do të identifikoj edhe diçka tjetër, është mos të paturit e një plani. E përmendim më përpara Marigleda business plan. Dhe mos të paturit e një plani biznesi dhe të mos bërit e detyrave të shtëpisë, të themi, të hulumtimit të duhur për të parë se ku po hyn dhe çfarë kërkon. Është e lehtë të thuash që unë dua biznesin tim sepse do të jem piloti i avionit tim apo do të jem mashinisti i trenit tim. Këto janë gjitha slogane dhe janë shumë të mira patjetër dhe të krijojnë atë lirinë, fleksibilitetin, mundësinë për të bërë shumë më tepër, por mos harrojmë që biznesi do një plan, do dedikim, do përkushtim dhe plani mund të jetë edhe i keq, por unë do të jem më shumë në favor të asaj të paturit një plani, qoftë edhe jo i përshtatshëm, sepse plani mund të ajustohet, mund të përshtatet gjatë rrugës, ti shikon që diçka nuk funksionon dhe i rregullon dhe bën diçka tjetër për më mirë. Por të mos paturit një plani është, po themi, e barabartë me dikë që kërkon të kaloj kryqëzimin me syt mbyllur dhe nuk e di se nga do të vi rreziku. Kështu që këto do të identifikoja, të themi, si pikat më kryesore. Mos humbja e fokusit, mos patja një plani që do të ndiqet në etapa të caktuara dhe pastaj mos kushtimi i kohës dur, sepse biznesi kërkon shumë punë, kërkon shumë mund për të arritur dhe kërkon shumë vendosmëri dhe përkushtim për të arritur atë ku duhet. Dua ta shkoj pak çështjen e investimeve edhe në aspektin social. Si shihni nga eksperienca juaj dhe nga ajo që shihni çdo ditë, sa i mbështesin shqiptarët një shqiptar që ka hapur një biznes të ri? A janë ata të parë që shkojnë të mbështesin, për shembull, nëse marrim shembull, kemi kombësi të tjera që kur vjen një prej tyre investojnë tek ai që të forcohet, sepse është një pikë e fortë për komunitetin më pas. Si ndodh me realitetin e diasporës shqiptare? Unë do të thoja, dhe mënyra se si do ta, po themi, karakterizoj këtë pjesë është pak a shumë, siç e përmendi edhe më parë Marigleda, në sensin e cilësisë së shërbimit apo të produktit që ke. Dhe patjetër, gjithçkush këtu është shumë i predispozuar për të ndihmuar dhe suportuar një biznes shqiptar. Dhe patjetër, unë e kam vënë re vazhdimisht këtë dhe e kam aplikuar edhe vetë. Por në fund të fundit produkti dhe shërbimi është ai që flet. Dhe nëse biznesi nuk do të jetë në atë nivelin e duhur, do të arrihet në atë pikën që do të shkosh një herë, do ta provosh, nuk do të pëlqejë dhe do të lëvizësh. Kështu që jam shumë në favor dhe i predispozuar dhe mendoj që gjithkush e ndjen në këtë mënyrë që të shkojë tek bizneset shqiptare paraprakisht për një shërbim apo për një produkt, por pastaj me këtë dhënie mundësie që i jepet duke shkuar aty të mos merret për granted dhe gjithmonë të ofrosh më të mirën e mundshme si në produkt, si në shërbim, në mënyrë që klientela pastaj të vazhdojë dhe të jetë gjithmonë të kthehet mbrapsht shkurt. Cila është eksperienca jote për sa i përket kësaj? Edhe në përgjithësi afrohen tek bizneset shqiptare, sepse aty harin të gjejnë atë ngrohtësinë, harin të gjejnë atë komunikimin që ata e kërkojnë. Por në qoftë se herën e parë dhe herën e dytë nuk arrin të marrin shërbimin e dur, atëherë do të kalojnë në bizneset e tjera që janë bizneset e huaja. Por në përgjithësi, nëse do bëjmë një krahasim ose do bëjmë një statistik, mund të themi të tëra bizneset shqiptare që kanë service activity, 8% të klientelës e kanë shqiptare. Cila do të ishte një këshill që do të jepnit për një investitor shqiptar të ri që synon tregun e kanadasës? Po. Të themi, mbase një këshill, më shumë se një,
por nëse do t'jepja këshill dikujt për mënyrën për të investuar në tregun e Kanadas, unë do t'i përmblidhja, po them, në disa të tilla. E para, ndiq instinktin tënd. Ndiq atë se çfarë, sepse biznesi në shumë raste është edhe çështje instinkti, është çështje që ta arrish, ta shikosh, ta identifikosh, të mendosh që unë e gjej veten në këtë dhe kënaqesh dhe shijon atë punë që bën, dhe ndiq instinktin. 2 është që të bësh detyrat e shtëpisë, hulumtoje gjithçka. Dhe kjo hulumtimi ka të bëjë me është shumë dimensional. Ka të bëjë me aspektin ligjor që folëm më parë, ka të bëjë me aspektin fiskal, ka të bëjë me tregun, ka të bëjë me klientelën që ti synon të arrish, mënyrën se si do të arrish këtë, dhe tjetra është që thash edhe më përpara, është të paturit në një plani. Të paturit në një plani dhe të paturit njohuri fillestare, po themi principeve bazë të bërit biznes, dhe shoqëro veten tënde me njerëzit e duhur përreth. Këto do të ishin këshilla që unë do t'i jep dikujt. Si do ta këshilloje një të ri? Këshilla e parë që i thoshja është, sepse shumë mund të them individ të ri që vinë, eci me mendimin që do ta hap biznesin, po pak më vonë, kur të jetë koha e duhur. Koha e duhur është atëherë që ti mendon që unë mund të hap biznesin. Koha e duhur është sot, nuk është nesër. Kjo është iniciativa që ata kanë, mos ta lënë për nesër. E dyta mund të them që është pjesa e kërkimit që ata duhet të bëjnë në lidhje me biznesi që duhet të hapin. Sepse, Torontoja është një vend i madh, kemi shumë biznese, por duhet që ata të arrijnë të bëjnë kërkimin e duhur në mënyrë që të gjejnë biznesin e duhur që duan të hapin, edhe në vendin e duhur. Ndërsa edhe pika e tretë, që është më e rëndësishme, është informimi në anën ligjore dhe në anën financiare. Mos të nisi një biznes pa marrë njëherë informacionin e duhur për atë korporat që duan të hapin. Do më interesonte shumë ta shikoja pak në një këndvështrim tjetër. Ne folëm për sektorët më potencial pak më herët, por për të investuar në 5 vitet e ardhshme, po them. Po cilat janë ato sektor që do ta humbasin interesin në 5 vitet e ardhshme, sipas jush, si e shikoni? Unë do të thoja, është shumë e lidhur me inteligjencën artificiale. Dhe po themi, pra këtë do nxjerrim jashtë pune me inteligjencën artificiale. Të dyja është inteligjenca artificiale është, po themi, një arsye për shumë excitement, është për shumë, po themi, kënaqësi në mënyrën se si po avancon dhe se si po krijon mundësira shumë më të mëdha, të cilat do të bëjë të mundur që të rrisë edhe kapacitetin edhe potencialin që njeriu mund të arrijë, por nga ana tjetër, inteligjenca artificiale është gjithashtu edhe frika që do të ketë për humbjen e vendit punës, për të zëvendësuar nga inteligjenca artificiale, dhe unë do të thoja, fushat më të rrezikuara do të jenë ato fusha të cilat inteligjenca artificiale edhe në këto momentet, po themi, fillestare, sepse jemi realisht në fillesat e saj, dhe askush nuk e di se çfarë do të sjellë, dhe avancimet janë shumë galopante, dhe 6 muaj më mbrapa apo 1 vit më mbrapa mund të jemi në një situatë krejt tjetër dhe të themi sa pak kemi ditur në atë kohë kur e bëm bisedën. Dhe vendet apo pozicionet më të rrezikuara janë ato që nuk kërkojnë, po themi, që janë të lehta për të zëvendësuar nga inteligjenca artificiale, në sensin që nuk kanë mënyrë për të bërë diçka me dorë. Ti përmendim disa që... Po disa... Mund të themi që po të shikojmë në internet, serverat që mund të jetë kamarierët tashmë janë në vend të kamarierëve kemi robote që e bëjnë punën e serverit. Kemi dhe pjesën tjetër që në banka, shumë banka tash kanë hequr punonjësit që kishin për të ndihmuar njerëzit të hapin një llogari bankare, pasi çdo gjë e po e bëjnë online. Këto mendoj që janë 2 nga profesionet që tash po dalin pak jashtë shploje, si mund ta themi, por gjithsesi ka dhe persona, ka dhe pozicionet e tjera pune, do më thënë që besoj, do më pas 2-3 vjetësh, do i shikojmë që... Do të zvoglohet ndoshta nevoja për këto pozicione. Mirë, ishte kënaqësi që ju kisha, edhe shpresoj që të kemi dhënë një mesazh edhe thelbin e asaj se çfarë paraqet realiteti i Kanadas për të gjithë investitorët shqiptar që e kanë si synim që të bëjnë një biznes në Kanada.
Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe juve. Kënaqësi që ishin pjesë e emisionit.